Kur u nisa drejt fshatit tim të lindjes, në malin e Tomorit, nuk e dija që jeta ime do të merrte një kthes kaq të papritur. Quhem Luljeta Hoxha dhe deri në atë ditë kam jetuar një jetë të thjeshtë, mes qytetit të Beratit dhe kujtimeve të fshatit Polican. Një jetë ku çdo ditë ishte e njëjtë, për kujdesje për shtëpinë, kujdes për njerëzit e dashur dhe një melankoli e fshehur që vetëm natën, kur mbuloja kokën me jashtëkun, më kujtonte se diçka më mungonte. Diçka që kur nuk e kisha pasur, në moshën 60 vjeçare, ndërsa shumë të tjerë flinin rehat me kujtimet e fëmijërisë apo gëzimet e nipërve dhe mbesave, unë kisha një boshllëk të thellë. Për shumë vite, mendoja se kur nuk do të ndodhte për mua, të bëhesha nën. Shpesh, kur shija fëmijët që luanin në oborin e pallatit ku banova në Berat, një pikë loti më rëshiste në heshtje dhe zemra më shtrëngohej nga një dëshirë e pamundur, gjithçka ndryshoja të verë. Nëntori kishte kaluar dhe dimri po afronte, por dielli i Beratit kishte një ngjyrë të veçantë që më ngrohiste shpirtin. Ajo ditë, kur mora ftesën për të vizituar një mik të vjetër të familjes në fshatin Polican, nuk e dija se rruga do të më çonte drejt një mrekullie. Kur mbërrita, më priti një shtëpi e vogël, e rrethuar me ullinj të vjetër dhe një kopsht me trëndafila që sapo kishin filluar të lulëzonin. Ai, Besnik Çela, miku im i fëmijërisë, më përqafoi fort dhe më tha: "Lule, nuk mund ta besoj që je ende kaq e gjallë dhe e bukur. Koha ka kaluar, por ti je si drita e një dimri të ftohtë. Nuk mund të mos qeshja." Fjalët e tij kishin atë ngrohtësi që vetëm kujtimet e vjetra e japin. Dita shkoi duke biseduar, duke ndarë histori të vjetra dhe duke qeshur për gjëra që sot më duken të vogla, por atëherë ishin të mëdha. Dhe pastaj, ai më shikoi me një vëmendje që më shtrëngoi zemrën. "Lule, kam diçka për ty, diçka që do të ndryshojë gjithçka." Nuk e dija çfarë të prisja. Ai më çoi në një dhomë të vogël, ku ndodhej një pemë frutore e mbushur me mollë të kuqe. "E mora këtë pemë për ty," tha, dhe qeshi bull. "Sepse di që gjithmonë ke dashur diçka të bukur që të jap jetë." Ajo natë nuk kishte asgjë të jashtëzakonshme në sipërfaqe, por diçka në ajrin e fshatit, diçka në mënyrën se si Besniku më shikonte. Më bëri të ndjeja një ngrohtësi të pazakonshme. Nuk e kuptoja ende, por diçka po ndryshonte brenda meje. Ditët kaluan dhe, pa pritmas, ndjeva se diçka kishte filluar të ndodhte në trupin tim. Nuk do të besoja kurrë se do të ndodhte në moshën 60 vjeçare, por pas shumë vizitave mjekësore dhe analizash, lajmi erdhi si një rufe e bardhë në qiellin tim të qetë. Isha shtatzën, fillimisht nuk e besova. Rreth 40 vjet më parë, mendoja se kjo ishte diçka që nuk mund të ndodhte. Por ja ku ishte, një jetë e re po rritej brenda meje, dhe me çdo ditë që kalonte, dhimbjet, gëzimet dhe shpresa ime përqafonin çdo qelisë të trupit tim. Fshati Polican u bë një vend i shenjtë për mua. Për herë të parë, ndjeja se ardhmja ime kishte një kuptim tjetër. Fëmia që mbaja në bark ishte një dhuratë e papritur nga jeta, një shpërblim për të gjitha vitet e pritjes dhe vuajtjeve të mia çdo mëngjes, kur zgjohesha dhe shija diellin që depërtonte përmes dritares. Falenderoja qiellin që më kishte dhënë një shans të fundit për të përjetuar mrekullinë e prindërimit. Besniku, i cili kishte qëndruar pranë meje në çdo hap, ishte më shumë se një shok. Ai ishte një mbështetje, një forcë, një dashuri që nuk e kisha njohur kurrë më parë. Ndërsa shtatzënia ime përparonte, lidhja jonë u bë më e fortë. Në heshtjen e netëve dimërore, kur vetëm era e malit e mbushte dhomën, ne rinin duke folur për ëndrat dhe frikërat tona, duke ndarë shpresat më të thella. Kur fshati filloi të kuptonte se po prisja një fëmijë, disa sytë të njohur u drejtuan mbi mua me habi. Kishte përzierje midis dyshimit dhe habis, dhe unë ndjeja një presion të madh. Por për çdo fjalë të ashpër, unë kisha Besnikun pranë meje, duke më kujtuar se jeta nuk ka moshë për mrekulli. Dhe unë besova te ajo. Mjekët vazhdimisht më kujtonin se kjo shtatzëni ishte e rrallë dhe e rrezikshme për moshën time, por unë nuk trembesh. Zemra ime ishte e fortë dhe dëshira për të përjetuar këtë mrekulli ishte më e madhe se çdo frikë. Çdo shqetësim fizik zbehej para lumturisë që ndjeja kur ndjeja rrahjet e vogla të zemrës së fëmijës brenda meje. Ditët e pritjes kaluan ngadalë, secila e mbushur me emocion dhe frikë të përzierë. Një mëngjes, gjatë muajit të nëntë, ndjeva dhimbje të forta. Besniku më ndihmoi të ngrihesha dhe më mbajti fort ndërsa udhëtonim drejt spitalit në Berat. Të gjitha kujtimet e jetës sime, çdo humbje dhe çdo ëndër e ndërprerë më shfaqeshin njëri pas tjetrit, por diçka brenda meje më mbante të fortë. Në një sallë të vogël lindjes, përballë mjekëve dhe infermierëve, më dhurohej momenti më i madh i jetës sime.
Me një përpjekje të fundit, Ayla, vajza ime, erdhi në këtë botë, duke qartë dhe duke hapur sytë e saj të mëdhenj si dielli i pranverës. Kur e mbajta për herë të parë, lotët më rëshitën pa pushim. Në atë moment, ndjeva një dashuri që nuk mund të përshkruaj me fjalë, një dashuri më e fuqishme se çdo frikë, çdo humbje, çdo vit i kaluar në vetmi. Ayla nuk ishte vetëm një fëmijë për mua, ajo ishte prova se jeta ka mrekulli, edhe në momentet që nuk e pret. Një grua që kishte jetuar 60 vite, që kishte kaluar humbje dhe pritje, pa pritmas bëhej nën. Ndjeva një përgjegjësi të madhe, por edhe një lumturi që nuk mund të matet, ditët që pasuan ishin të mbushura me sfida. Trupi im ende ishte i vjetër dhe lodhja vinte shpejt, por shikimi i Ailës, buzëqeshja e saj dhe mënyra se si më shikonte me sy të mëdhenj dhe të pafajshëm, më bënte të ndjehesha e rinovuar. Fshati i vogël i policanit më ndihmoi, fqinjet sjellën ushqime dhe për herë të parë ndjeja se komuniteti mund të jetë një familje e madhe që mban njëra tjetrën. Besniku ishte çdo gjë për mua. Ai më mësonte se si të qetësoja Ailën kur qante, më ndihmonte të zgjedhja veshjet dhe më kujtonte të shijoja çdo moment, sepse koha nuk pret askënd. Lidhja jonë u thellua më shumë se kurrë dhe për herë të parë në jetën time, ndjeva se nuk isha vetëm për kujdes se për të tjerët, por dikush që kishte të drejtë të lumturohej, të donte dhe të donte pa kushte. Aila rritej shpejt, dhe çdo ditë ishte një mrekulli e re. Ajo ishte kurioze, e zgjuar dhe e dashur, dhe secili përqafimi i saj më jepte forcë. Ndonjëherë, kur e shikoja duke luajtur në diellin e policanit, nuk mund të besoja se kjo ishte realiteti im, unë. Lulieta Hoxha, 60 vjeçare, bëhesha nën për herë të parë. Jeta nuk ishte më vetëm një pritje e zymë, ajo ishte një rrugë e mbushur me dritë, dashuri dhe shpresa të reja. Çdo sfidë, çdo ditë e lodhshme, çdo net që nuk flija duke e ruajtur Ailën, kishte një kuptim. Ndërsa ajo qeshte, ndërsa flinte pranë meje, ndjeja se kisha përjetuar diçka që shumë njerëz nuk e përjetojnë kurrë, mrekullinë e një fillimi të ri, edhe në fund të jetës. Në këtë histori nuk ka sekrete të mëdha, as intriga. Ka vetëm një grua që nuk humbi shpresën, një dashuri që nuk i di kufijtë e moshës, dhe një fëmijë që solli një univers të ri në jetën e saj. Dhe ndërsa e shikoj Ailën të rritet çdo ditë, falenderoj qiellin, besnikun dhe fatin që më dhan mundësinë të përjetoj këtë mrekulli, sepse nuk ka rëndësi se sa vite ke kaluar, rëndësi ka se sa zemër ke mbajtur të hapur për mrekulli. Dhe ndonjëherë, edhe pas 60 vjetësh, jeta të bekon me diçka që te i kalon çdo ëndër dhe çdo pritje. Nëse edhe ju apo dikush që njihni keni përjetuar histori të ngjashme dhe dëshironi ta ndani me ne në mënyrë anonime, mund të na shkruani në faqen tonë. Ne jemi këtu për t'i dhënë zë atyre që janë heshtur për vite me radhë. Historitë tuaja kanë rëndësi, dhe kur tregohen, ato mund të bëhen shpresë për dikë tjetër që është ende në errësirë. Mos harroni të bëni like në këtë video nëse ju prek, të lini një koment me mendimin tuaj dhe të abonoheni në kanalin ton për më shumë histori reale, të forta dhe të papërpunuara nga jeta në Shqipëri. Ne postojmë çdo ditë në orën 6 të mbasdites dhe çdo video është një dritare drejt një historie që meriton të dëgjohet. Faleminderit që qëndruat me ne deri në fund. Ju presim në videon e radhës.